ndonjë futbollist shqiptar. Se këto Po sigurisht që do ketë. Kë parashikon ti se ti nuk e di. Unë besoj që Milani do ketë futbollist shqiptar, mos ta shfrenoj fantazinë, po ndoshta Zhegrova. Besoj që mund të. Por noi këta kombëtarë sonore. Po Zhegrova, pse kujtosh që Zhegrova? Po shi kombëtarës Kosovës. Profesorë tonë është e burrë. Po çfarë thonë vërse Zhegrova sigurisht është Joni, më pse çai kujt të dyja tonët janë më pse çfarë? Po se thashëm këto që ai është shqiptar, unë thash që është i përfaqësues të Kosovës. Po jo më çfarë i përfaqësues të shqiptarëve, o burr. Si u përgjigjesh atyre se ti ke bërë shumë gjëra në jetë që mua më kanë pëlqyer dhe ti e dikte, po atë që ti u ke kthyer përgjigje atyre për kombin kosovar është një nga gjërat që ti meriton një dekorat vetëm për ato 3 fjaliket. 3 fjali. Çdo kush shqiptar do ta thoshte. Që është pak e qartë dhe i qetë. Po tani, ata budalliqet janë mbetit nga periudha e Jugosllavisë, shumë njerëz janë nostalgjik. Nostalgji mund të jesh për gjëra që mund të kesh kaluar me shqiptar, po jo me serbët. Po Shqipëria ka një nostalgjik për Enver Hoxhën, ku ndryshon, aty është. Po të paktën ai ishte këtu shqiptar, po jo për serbët, ai thotë jemi kom kosovar. Po budalliqe. Kjo është teza më e ndyrë. Po budalliqe. Janë ca budalliqe. Fal Zotit janë moshë e madhe, edhe po fillojnë kanë si fillim po themi kanë rrjedhur, pastaj do të themi që u ndan nga ne, kështu që nuk janë niveli ulët shumë. Janë njerëz cilët nuk e thon dot atë gjën, duhet bën interesant vetëm duke thënë atë gjën. Se nuk kanë asnjë argument asnjë gjë. Janë aq shumë budalliqe sa me fjalë ai burri që thotë atë fjalin, babai vet, kërkesa e vetme që ka pas kur italianët pushtuan gjithë zonën tu, ishte vetëm një gjë kërkonte që kërkesa vetëm ishte që na sillim mësues së shqip, nga Shqipëria, sot mësues nga Shqipëria. Abdyl Matoshin. Po jo më nuk e njohun babain aty më burr. Po thon baballarët e tyre. Brezi baballar. Po, sepse në atë kohë ka qenë një masivizim dhe them janë ca gjëra që kanë data skadence. Edhe Shqipëria kishte flamurin me yll në mes. Edhe ishte gjithë do ishte gjithmonë. Po ja që s'është më. Edhe po tani që po e them të gjën, thotë shumë njerëz mund ta dëgjojnë këtë gjë, jo, ku ka pas Shqipëria flamur me yll. Po ka pas. Po, duhet të them që edhe në Kosovë, po ky burri, ka shumë. Ore ky burri apo disa burra se puna këtij përloteshin kur shifshin dhe flamurin e Jugosllavisë. Po s'është më ai flamuri. Çështja është që ti duhet të kesh një identitet të përjetshëm. Identitetet e përjetshme janë gjëra me rrënjë, nuk janë gjëra që duhet të ketë një rrënjë nga rrjedhë gjë. Dhe nuk është thjesht shija dhe personale. Se të njëjtin flamur që ka ai djali, ai burri, ka edhe ata serbët që janë në Grashanic. Një flamur kanë. Edhe ata ke pasaporta vetë njëjtin flamur, ke targat njëjtin flamur kanë. Po gjëja që na bën ndryshe nga serbët që janë Grashanic, apo ndryshe nga serbët që janë për fshatrat rreth të qark Prishtinës, që jetojnë akoma. Kështu që dhe jetojnë paqe, se po të ishin qenë serbët e tyre do ishin luftë, po se janë shqiptarët që udhëheqin nuk janë luftë ata. Këta njerëzit realisht kanë flamurin e Kosovës, e kanë ata ke pasaporta, po ata tundin flamurin serb, nuk e pranojnë kurrë flamurin e Kosovës. Ashtu siç nuk e pranojnë në Prekaz, ashtu siç nuk e pranojnë në Mitrovic, ashtu siç nuk e pranojnë në Drenic. A ka shumë si Abdyl Matoshin në Kosovë që mendon që ka kom kosovar? Kam edhe pashë ditë në një program këtu në Prishtinë që fillon të kishin dalë një numër njerëz që ishin akoma spion që merreshin pagesa nga Serbia. Janë ca ekzistojnë ca njeran për fat të pakët në numër, sepse Shqipëria pa pasionin, pa luftën e Kosovës, ai flamuri nuk do të ishte aq i kuq. Fal asaj luftës kosovarëve, ndërshekuj është aq i kuq ai flamuri. Pastaj këta pro vizionarët që thonë budalliqe, janë njerëz me datë skadence, janë njerëz që, si me thonë, historia do t'i tregoj që ishin ca sharlatan, ca njerëz nuk do t'ekzistojnë fare më zotjet e asme i vend. Nuk do ekzistojnë fare, janë ca sharlatan, po them. Vazhdoj të jemi bindur që shumë shpejt do bëhemi shtet, shumë shpejt se nuk është se do bashkohet Kosova. Po padyshim më burr, po padyshim, na Eleverdis së burr bashkohemi. Ne Eleverdis, se serbët janë më të zgjuar se ne, thjesht janë më shumë më burr. Ne të bashkohemi, bëhemi një shtet dhe marrim puna. Edhe jemi ekonomikisht më mirë, jemi më të fuqishëm për çdo gjë. Para rendje kësaj bashkimi kombëtar? Shpjegoj një gjë, nuk ka fqinj që kemi rroll, që kënaqet që ne të bashkohemi. Po pse s'knaqet po të bashkohemi? Se bëjmë më të fortë burr. Sigurisht. Pse? Para rendje e këtij bashkimi të shtetit të Kosovës me shtetin e Shqipërisë, mund të jetë bashkimi dy kombëtarëve në një? Jo.
se shtetet i kanë, çdo shtet ka kombëtarin e vet. Kjo gjë nuk mund ndodhë. Pastaj këta koznikun të qifen, ky burri që bërtiste para ca vjetësh ky Albin Kurti, sikur ka filluar ta uli zë. Pse ka ulur, ai është fundosur fare thoj. Jo, ore tani para shumë vitesh kam pas respekt për këtë kur dëgjoja që thonin se gjithmonë vetë vendosen se duhet bashkohemi, po. Shumë e vërtetë. Po, kjo ishte gjë. Jo, kishim projekt në plan në gjithë programin e partisë. Mezi pres të dëgjoj të parën parti shqiptare, kudo që të jetë, në Prishtinë apo në Tiranë, që thotë kërkoj zyrtarisht hapjen e një kërkesës të popullit, që të themi, ta pyesim popullin vëlla. Të pyesim popullin. A doni ju të bashkohemi? Po u bë kjo gjë, çfarë do ndodhi? Ja ta them unë çfarë do ndodhi, se ti po votoi populli që do të bashkohemi, çfarë do ndodhi? Do të bashkohemi. Po, se dhe Malizi bën e shpallën në Malizi, thanë, pyesim popullin çfarë mendon. Ikim në thonë. Populli tha s'duam, marroj, po nuk tha se populli 99%. Më pak tha. Kam pyetur në intervistë Joseph Dioguartin, kongresmenin amerikan me origjinë arbëreshe, a mund bashkohet Kosova me Shqipërinë? Ore tha, keni ndonjë parti ju tha që kam program tha që bashkohet? Jo, i thashë, po rrini tha. Duhet dali partia or djalë më tha mua, një parti të ketë program, ajo të fitoj pushtetin, ta bëj referendum. Po nuk ka nevojë për program më burr. Dil një ditë, bëj referendum. Siç shifja këtu në rrugë që Lapaj merrte firma çunat e gocat e Adriatikut, megjithëse kam nga fshati im nga Vranishti. Adriatikut kam dhe komshi, familjen e vet. Ato dolën dhe kërkonin që të votonin diaspora. Bamën? Po. Okay. Aksion politik nga më interesant. Ai ishte aksion personal. Kjo është me bë realisht një referendum publik. Referendum, shpallet referendumi. Do Shqipëria apo Kosova dhe Kosova të bashkohemi në dy shtetet referendum. Po, me një ditë votohet dhe i thotë dynjas. Ore, bota thotë çfarë thotë populli i burr. Ore, duan këta politikanët? Besoj që e duan. Ti the federata duhet të jemi vetëm unë. Cili do ka politikanët si në Kosovë, si në Shqipëri që mendon pak për të mirën e një vendit vet, duhet realisht të shpallë referendum dhe ta përkrajë bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Po e them, përveç faktit që jemi pas një më të vogël ndryshim, një komb, një gjuhë, një flamur, por edhe na e leverdis ekonomikisht, që ne të bashkohemi. Nga ana ekonomike, Shqipëria nuk do ekzistonte pa ardhin e parave nga Kosova. Nuk do ekzistonte e burr. Turizmi shqiptar që bërtisin gjithë, pa Kosovën, Shqipëria do ishte siç ka qenë 92, 93, 95, 96, 99, 2000 kur s'vishin, kur nuk vinte njëri. Okej? Pa ata nuk do ishim. Sigurisht ata s'do ishin pa ne, se edhe ajo lufta dhe nuk do fitohej pa ne. Po në fund fare, ç't si kam pasaportën e Kosovës? Në shtetësinë kosovare ke? Jo. Do ta kërkosh? Jo. Pse? Se ti po pret bashkimin. Se duhet të kem në shtetësi Kosovës. Ti po pret bashkimin. Unë e di që do bëhet bashkimi. Jam i bindur që do bëhet bashkimi. Kur? Bëjmë parashikim. Unë besoj që të paktën për 3-4 vjet do të bëhet bashkimi. Fakti që shikoj kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, që të parën telefonat që bën mbasi ka fituar zgjedhjet, është me Hashim Thaçin. Do të thotë që është një nga shenjat më të dukshme që diçka po lëviz. Diçka po lëviz dhe kjo gjë, diçka duhet që të dali publikisht tani. Dhe cili do që ta marrë të flamurin e referendumit, do mbahet mend. Kështu që kush është politikan, do ja sugjeroja shumë modestisht që ta bënte. Ta bënte referendumin në 2 shtetet. Të bëj ai iniciatori i referendumit. Po pse më kush e ndalon referendumin? Çfarë ligji na ndalon referendumin? Asnjë ligj. Po kush e ndalon? Po kush e ndalon që të mos ketë kontroll pasaportën kufi? Kush e ndalon? Kush është ky që tha? Që këtu do kush është ky që na tha? Kush? Se tani pati zot që edhe amerikanët kanë filluar me menu për vetë vet. Mos na hapin mend për të gjithëve, se kanë po heqin dorë gradualisht nga ajo që gjithë botën thonë ti do shkosh atje, ti do ulesh këtu, ti do bësh, që bënë gjithë dasmën e gjithë botës. Tani vendosen që bëjnë vetëm dasmën e fshatit vet. Edhe merrem me Amerikën, me sa shoh. Kështu që edhe dynjaja do merret me veten e vet, s'ka pse të merret me ne. A do ketë serb në stadium ditën e shumë? Po, do ketë. Sa? Se di. Se di. Jo flas vetëm delegacione apo tifoz? Serbët nga delegacione, jo, delegacione pak. Jo, nuk do ketë tifoz. Tifoz nuk ka as ne atje. E më shpikën një gënjeshtër që zgjat Serbia është dënuar për ta tifoz. Po edhe kur lueti Shqipëria në. Kjo gënjeshtër? Po sigurisht. Çan do të shpjegoj një gjë. Të janë gjitha gënjeshtrat e shpifura për të shpëtuar atë turpin e evropianëve të 21 vjeçarëve. Gjithë ato është përpjekje, se qëllimi ky është kryesori. Po pse është turpi Po turpi është burnes, po bëjmë dot i neshëm me serbët, 1500 polic. Një ndeshje s'po bëjmë dot me serbët. Të bëjmë një evropian bashkë. Po pse o burr ta bëjmë? Pse për çana duhet? Pse nuk do ta marrim ne atë? Po ta marrim ne, po jo serbët. E marrin serbët dhe ta marrin neve, si padaric. Do ti je kundër asaj bashkëpunim. Po ai ishte si një kusht.
I kujt? Pak të kështu shpjegoi Federata zyrtarisht. Që ju do e fitoni këtë vetëm nëse do bashkoheni. Po nuk e fituam ne, e fituan serbët. Serbët e fituan atë dhe ju desh një shteti dytë dhe na morën ne. Se s'pranoi Maqedonia, s'pranoi Malizi, s'pranoi Slovenia. Bëm gabim? Besoj që po. Pse? Po pse do të jemi ne patrizë serbe? Se po ta them edhe një herë, nuk po bëjmë dot një ndeshje o njeri. Max, s'po bëjmë dot një ndeshje. Edhe atje në Serbi, s'po di ku ta mçefi ndeshjen. Duan me çu Novi Pazar, nuk din ku ta çojnë. Pra do thotë që nuk bëjnë dot evente sportive serbët. Serbët, ti thu që u shpi kjo gënjeshtra që serbët i ka dhënë UEFA s'vin dot. Po pse kur ishin në Elbasan erdhën? Jo. Pse? Serbët as nuk shkojnë tek tifozërit kundërshtar, as nuk pranojnë të vinë tifozë. E diti që Federata Serbe nuk pranon të vinë tifozërit. Po shqiptar do shkojnë dot në Serbi? Jo. Po pse? Ndalohet. Po kush e ndalon? Federata jon. Po pse? Nga UEFA. Po pse? Kaq deri Po pse? Jo deri këtu Po është gënjeshtër, di pse? Sepse ata nuk i pranojnë dot, nuk bëjnë dot një ndeshje me tifozë apo burr. Federata angleze vetëm për vetëm një shtet thot, mos kujdes ku shkon edhe. Vetëm Serbi. Ju rekomandojmë mos u toni në ndeshjen e kur luaj përfaqësuesi anglezë në Serbi. Rekomandon Federata. Pse? Se s'din me prit njerëz o burr, ama ata këtë probleme kanë pas gjithë jetën se kanë kanë po kroatët, po kroatësi shkojnë këta? Pyetje. Po Bosnjë shkojnë? Jo. Po pse s'shkojnë? Po Maqedoni pse s'shkojnë? Po Malzi pse s'shkojnë? Po se janë për këtë punë o burr. Edhe ne gjatë do bëjmë do t'i bëjmë makjazh Serbisë që nuk është ajo që mendoni ju, se ja, vetë shqiptarët po thonë që s'është ajo që mendoni ju. Kështu që është kot kjo punë tani me fol të punë. Po vaja. Do doja një ndërprerje publicitare në këto momente, sepse unë nuk asnjë s'doja të ndërprisja dhe e mendova që ta vendosim tani edhe pse jemi në fundi. Publicitet kthehemi sërish për ta mbyllur intervistën. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit Akinvest, Manigrama Kinvest për mbështetjen që bën emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Jemi në fund zoti Shaka Hoxha. Kam një pyetje, a duhet këndohet ajo kënga mora fjalë? Sigurisht po çfarë do. Ata e kanë ndaluar. Kush? Federata. Po jo, burrë se s'ka ndaluar, po ora njerëz a mono burrë. Ora po si mund ta. Ose më saktë u ndrrua. Ora si mund ta ndalojmë? Kolona zanore. Si mund ta ndalojmë? Si ta ndalojmë? Atë me çfarë ndalojnë? Ha si çfarë të bëjnë? Po nuk këndohet më. Ku më jo si më këndohet çdo ndeshje këndohet. S'është e vërtetë. Në çdo ndeshje këndohet. Po pse duhet tifozët, çaj di tifozët ti? Tenorat e operës që do të filloj muzika, pas të filloj piano. Tifozët këndojnë vetë apo? Jo, ti ke thënë që të këndojnë vetë, në momentin që futen. Në momentin që skuadrat dalin në fush. Po? Ky është momenti ku stadiumi të filloj këngën, nuk ka nevojë fare burr me atë. Po pse më vërtet mendonte që njerëzit do vinë në stadium dhe do këndojnë këngën në Adem Jasharit, seriozisht e ke? Po s'ka shanse burr. S'ka shans. Qoftë edhe një vetëm po tjetër do ta këndoj. As diskutohet fare. Kështu që këtë nuk është se ndalon dot as Federata, as UEFA, as FIFA, se as ne s'kemi mend me humor se çka këndojnë ata burrat. Ne kemi këngët me festë dhe me gjëra pozitive, ne kemi këngët të bukura. Ne të shkojmë në Serbi për të luajtur kur nga fillimi deri në fund ndeshjes, ata burrat këndojnë vritjes shqiptare. Vritjes shqiptare. Tani neve ndërkohë organizatorët me vetë drejtues të futbollit ton që lindur e jetuar prej vitesh në Luksemburg, luksemburgez, brezi 16 i aristokratëve, dhe do vinë, duhet të krijojnë një klimë sa më të bukur për serbët, që mirë se erdhët, ju lutem qetësi se mos na mërziten, se mos ju ngel atri, ju lutem se mos ofendojnë në një, mos aspirojnë ndonjëri në një gjë për motrat e tyre, mos çajnë në njërin atë. Ne s'kena drejt me shet nga motra, ata kanë drejt me na thon vriti. Tani në fund fare
po e shajtëm nga motra në fund fare, po qëse është hipotetike, po qëse nëse ndodh, kënoqen të dyja parët besoj apo jo. me të vramen një parë nuk kënaqet. Ne kemi ardhur në fund të kësaj bisede shumë e këndshme. Shako, unë me të vërtet po e shijoj dhe kam shijuar, por ti the rezultati parashikimi yt 1-0 për Shqipërinë, gol Mirlind Daku. Në atë moment kur shnohet gol, po ti ishe komentator, ç'a ulërime do bëhe? Atë, të shpjegoj një gjë. Diferenca mes komentatorit mirë dhe komentatorit normal është që një komentator i mirë thot një numër të madh fjalësh, të cilat i dalin instinktivisht nga ajo që ka parë. Një komentator tjetër i futit bërtit dhe është tifoz. Nuk ka gol. Çështja është se numri kjo bën diferencën edhe në gazetari, edhe në një shkrim të shkruar apo jo. Bën diferencën fakti që ti sa fjalë përdor. Në një shkrim, qoftë edhe 30 radhë, sa fjalë ke përdor. Nëse ke përdor 60 fjalë, je gazetar jo i mirë. Po ke përdor 200 fjalë, do thotë që je gazetar shumë i mirë, se ke gjetur vendin shumë fjalëve. Kjo është gjë që bën diferencën, kështu që shqipesh është një gjuhë shumë e bukur dhe ka shumë fjalë për të përdorur. Edhe të pëlqen gjuha shqipe, se si e ke përdorur? Të pëlqen? Po, më pëlqen, po. Po shumë e bukur, shumë. Mu më ka thënë një herë një ti ke mbaruar Institutin e Historisë? Jo, Institutin e lartë të Fiskulturës. Institutin e Fiskulturës. Po. Dhe ke qenë student i lëvizjes vjetorit, ke qenë në takim me Ramizalin dhe je shumë modest atë, nuk e tregon atë fare. Çfarë të tregojmë atë, se është i flamur për po të them një gjë. Unë mendoj që njerëzit i ka çuar fati, i çon të jenë në vendin e duhur në momentin e duhur. Kjo s'do të thotë që është merit e jotja. Sigurisht mund ta kesh menaxhuar më mirë se dikush tjetër, por duhet të ish me fati si fillim. Profesorët e tu te Instituti i Fiskulturës më kanë thënë që ti ke qenë shumë aktiv, domethënë ishe. Po, ishim aktiv, po ishte koha, më duhet të aktivizohesh, ishte koha. Ishte koha, po për tjerë pse si ishte koha? Po mirë, tani normal që do dhe ke qenë habitshëm shumë modest për atë që ke bërë, më thanë. Profesorët e tu më kanë thënë. Po, tani çfarë bëjmë? Okej, nuk është se kam qejf shumë me humbur, pavarësisht se jam vronjat. Po si bërin pyetje Ramizalis atje? Po i kam bërë pyetje, po tani s'ia vlen me me këto momente. Ke bërë pyetje, po jo, te ajo s'ka si varet, se nuk aty ndodhin ca gjëra që Okej, fjala jote në vesh të Perëndis Dritan Shako Hoxha, 1-0 ditën e shtunë, nëse fiton dhe del ky rezultat. Ti ke marrë shumë medalje të pashpallura, po duhet marrësh edhe medaljen e parashikuesit. Po ta marrë Daku medaljen e çunat e burrit, ç'e medalje. Po jo, parashikimi sakt është një gjë, se është guxima, se dëshira kemi gjithë të fitoj, po parashikosh edhe publikisht nuk është pak. Do të shpis Daku do doja pastaj që të marrin gjithë nga i ca hapje, ca ilaçe kështu se do i bitet. Po kujti çfarë do t'i ndodhte kështu nga ana emocionale. Pastaj shqiponja të shumë? Po. Shqipoj është tek sema e Serbisë, nuk e di e ke ide. E kanë ata, se kanë si shqipojnë ata. Okej, po puna se thotë ndonjëri, ka thënë FIFA s'lejohet shqiponja. Kush, ku e tha FIFA të gjithë lejohet shqiponja, po pse? S'ka vendim të FIFA-s. Po ta dalli që po domethënë nuk ka vendim që ndalohet të bësh shqiponjë. Njerëzit që drejtojnë futbollin, si Shqipëri, si Kosovë, e di çka kanë shpinë në Kosovë. Është më e shpifur akoma. Ka thënë FIFA s'lejohet me qenë as i flamuri Shqipërisë stadium. Po pse? Po i norvegjisht. Budalli, kështu thot Federata në Kosovë. Po, ata madje më thonë që nuk marrin futbollistat shqiptar të Shqipërisë me kombëtarën e Kosovës. Është e vërtetë kjo? Po si marrin, si e ka dalë okazioni, po dalin do ta marrin. Po më ndalojnë, më thonë. Pse? Kështu thonë. Kush e ndalon? Federata e Kosovës. Më bile është një trajner atje, Padadina, nuk e di a e shqiptoj mirë këtë, që është kundër. Ai se thot ai. Po. Është të gjë pastaj, shihet e tuaja. Po s'ndalon njëri. E kuptova. Shako Hoxha, unë të falenderoj shumë, të jam mirënjohës dhe gati e quaj privilegj këtë intervistë, nuk e përdor shpesh këtë fjalë, ta dish. Ose shfernon fantazinë. Jo, më pëlqeu shumë dhe ti ke një gjë që mund të kesh edhe mendime të kundërta, po ti je vetvetja dhe kjo më pëlqen më shumë. Falenderoj shumë. Edhe unë, gjithashtu. Të nderuar teleshikues, do të qenë një intervistë me analistin e njohur, komentatorin sportiv Dritan Shako Hoxha nga Lançafoku, mirupafshim.